zoti Hajdini, është bërë më i vështirë prindërimi sot në Shqipëri krahasuar me 1 ose 2 dekada më parë? Cilat janë ndryshimet më të mëdha që po përjetojnë ditët e sotme prindërit? Atëherë, prindërimi për herë ka qenë vështirë, sidomos ato dallohen më tepër në periudhën e adoleshencës, me fjalë, se çfarë kemi mbjell tek fëmijët tanë në vitet e mëparshme, por në kohën që ne jemi, unë kam përshtypjen që është bërë akoma pak më e vështirë për disa arsye të ndryshme. Ky shekulli 20 erdhi me ndryshime të reja, të cilat shoqëria shqiptare, si thua, has për herë të parë me ato. Më pas bota erdhi me disa zhvillime shumë të shpejta, qoftë në teknologji e të tjera, dhe realiteti shqiptar, për mendimin tim, ishte i pa përgatitur për t'i kap hapat për të arritur në prindërimin efektiv, të cilët ne të paktën e mësojmë në teori nga ato që kemi studiuar. Dhe ky ndryshim, pra kjo periudhë e cila erdhi kaq shpejt dhe kapi kapi shqiptarin e shekullit të 20 të papërgatitur, besoj që patjetër e bëri pak edhe më të vështirë. Këtu kam përshtypjen që ne e shikojmë prindërimin e fëmijës në 3 fusha shumë të rëndësishme. 1 është familja që ndikon, 2 është shkolla, 3 është edhe rruga. Pra, këto të treja në momentin që janë në koherencë me njëra tjetrën, atëherë ai fëmijë i cili do të rritet, supozohet të jetë sa më i shëndetshëm dhe shëndeti i tij varet në shëndetin e këtyre 3 faktorëve: shtëpi, rrugë edhe shkollë. Tani, duke qenë që shtëpia tashmë po e ka të vështirë për ta menaxhuar situatën me fëmijën për arsye të shumta, duke nisë nga ato ekonomike, duke nisë nga koha e lirë shikeje të tjera, po ashtu rruga është bërë shumë më e vështirë, nuk është duke edukuar më, nuk ka më atë, si thua, të paktën nga sa ne jemi rritur përpara, ishte që kishte një atmosferë midis komshive, midis personave që ti kishe përreth, kurse sot ajo që ne shohim dhe ankesat që na vijnë shpesh nga prindërit është ku ta çoj fëmijën tim, pra, ku ta nxjerr. Rruga nuk është aq e shëndetshme. Ti shikon fëmijët poshtë lagjeve kanë një fjalor të imase shumë banal, unë nuk dua që fëmia im të marrë atë fjalor që ka rruga. Pra, me një sens të tillë edhe rruga e ka humba të funksionin e vet që duhet të ketë, dhe kjo po ashtu dashur ose pa dashur ka reflektuar edhe tek shkolla, ku unë besoj që po ashtu edhe mësuesi është lënë i papërgatitur me parimet e edukimit modern. Pra, një mësues në kohën sot, parimet e edukimit modern për shekullin në të cilët ne jetojmë sa i zotëron, dhe kjo e gjitha ka shkaktuar që të kemi një vështirësi të përgjithshëm edhe në prindërim. Shumë prindër shqiptar punojnë me orare të zgjatura ose janë emigrant. Si ndikon mungesa e kohës cilësore në marrëdhënien me fëmijën? Kjo në fakt unë kam edhe nga ata prindër të cilët thonë që shiko se ne sot po harxojmë shumë më shumë kohë në shtëpi me fëmijët tanë, por prapë me një farë mënyre sërish ka gjëra të cilat ne, pra, ka edhe prindër të cilët thonë antitezën e kësaj. Pra, ne nuk, nëse ne babai na shihte më përpara 10 minuta çerëkore në darkë, tashmë familja po kalon shumë më shumë kohë se sa 10 minuta çerëkore duke u marrë vetëm me fëmijën. Por prapë me fjalë akuzohemi, thonë prindrit, që ne nuk po prindërojmë në mënyrën e duhur. Sikurse e thash, ajo dhe e cituat edhe ju, ajo pjesa e kohës cilësore është të imazë shumë e rëndësishme. Dhe prindi aty çalon, çfarë është koha cilësore? Si arrihet koha cilësore? A është ajo që ti thjesht të rish në shtëpi dhe të kesh edhe fëmijën tënd pranë? Pikërisht kjo është ajo e cila bën dallimin e vërtet, dhe këtu unë them me bindje, me sa kam parë të paktën edhe nga kopshtet, përsa më ka hasur edhe puna me fjalë, është viti im i 8 i cili punoi në kuadër shkollor, po ashtu në çerdhe, po ashtu edhe në kopshte, dhe mund të them që ka një mungesë të përgjithshme të
bazave të prindërimit modern nga ana e prindit shqiptar në kohën që ne jetojmë. Parë në këtë këndvështrim, patjetër që situata bëhet paksa më komplekse edhe për prindin, por edhe për fëmijën dhe për të rriturin e përgjithshëm që ne duam që ai të bëhet në të ardhmen. Kështu që kemi nevojë për më shumë vetëdijshmëri në këtë aspekt, pra thjesht koha e kaluar, por koha e cilësore çfarë është me fëmijën, kjo ka për të bërë dallimin e madh. Cilat janë nevojat që kanë ky fëmijë në faza të ndryshme të, për shembull 0 deri në 5 vjeç, të paktën ne teoria na mëson që ky fëmijë ka nevoja të ndryshme me fjalë që duhet të ketë me të cilat duhet që të brëmoset. Nga ana tjetër 6 deri në 11 ka nevoja të tjera të cilat duhet merren në familje, dhe 11 dhe nga aty mund të themi që fillon dhe periudha e adoleshencës, nga adoleshenca e sipër ka nevoja të tjera që do ky fëmijë. Sa është prindi i sotëm i gatshëm t'i di këto nevoja që ka fëmia dhe t'i jap atij fëmijë në mënyrë sa më të shëndetshme. Pikërisht kjo është ajo e cila konsiston në kohë cilësore dhe që bën dallimin në të ardhmen tek këta fëmijë. Zoti Hajdini, teknologjia dhe rrjetet sociale kanë hyrë shumë herët në jetën e fëmijëve. Si duhet ta menaxhojnë prindrit këtë realitet pa krijuar konflikt të vazhdueshëm me ta? Atëherë, të paktën deri në moshën 2 vjeçare nuk ka nevojë që fëmia të ketë një kontakt me teknologjinë. Aq më pak me reels ose me shorts e të tjerë. Më pas, duke u rritur fëmia, bëhet dhe më i lëvizshëm dhe kërkohet më tepër impenjimi ndaj fëmijës. Dhe këtu ka nevojë fillojnë të bëhen disa balance, sepse edhe prindi duke u rritur fëmia ka nevojë dhe prindi të jetë prind, pra ka nevojë për privatësinë e vet, ka nevojë për kohën e vet. Në momentin që ti konsideron një nën me një fjalë, e cila është gjithë ditën në shtëpi me një fëmijë ose me 2 fëmijë me një fjalë, patjetër që kjo e konsumon njeriu qoftë nga ana mendore, qoftë nga ana psikologjike, qoftë nga jeta sociale, sepse edhe personi që po kujdeset për ta, as pak nuk e ka të lehtë këtë pjesë. Thënë në këtë prizëm, ka nevojë që mbas moshës 2 vjeçare, fillon edhe aty ku ti ndihesh që ke nevojë për një 10 minutësh, për një 15 minutësh, po mund të lejohet dal nga dal në mënyrë shumë të kontrolluar dhe shumë të moderuar. Çfarë do të them me këtë? Ne studimet na tregojnë që problemi në fakt nuk është vetë teknologjia. 1 është ajo çfarë shohin dhe 2 se sa frames per second, pra sa e shpejtë është ajo e cila sheh fëmia, sepse ajo është ajo që i bëhet problem. Dhe në momentin që ti i lë të shoh një emision edukativ shumë të ngadalt, pra nuk kalojnë sekuencat shumë shpejte të tjera, dhe nga ana tjetër merr kohën tënde për të pushuar 10-15 minuta, ndërkohë që fëmia mund të shoh pak televizor, atëherë kjo patjetër që fillon mund të konsiderohet e lejuar dhe nuk përbën problem. Aq më pak që fëmia dal nga dal do vi dhe do mësohet me këtë realitet dhe do e kërkojë. Por e gjithë kjo gjë duhet të ndodhë në kontrollin e prindit. Nëse prindi thotë, shiko, unë mund ta menaxhoj pa internet edhe kur të vej 5 vjeç, edhe kur të vej 6 vjeç, kjo është shumë fantastike. Por ajo që ne shohim sot është që prindi në mënyrë të pavetëdijshme dëmton ose si thua i bën dëm vetes vetë, stërmundohet deri në limite dhe më pas fillojnë probleme të tjera, të cilat hasen mbase jo shpesh edhe në familje. Fillojnë ankesat. Po unë jam gjithë ditën në shtëpi, në momentin që vjen bashkëshorti thotë, po hajde ti një ditë provo edhe ti një herë me këta fëmijët se si është e të tjera. Për këtë arsye ka nevojë që prindi të shohë dhe mirëqenien e vet emocionale, sepse në momentin që prindi është mirë, është i shëndetshëm emocionalisht, psikologjikisht, atëherë shumë gjasa ka që fëmia që do të rritet të jetë po ashtu i shëndetshëm. Nga ana tjetër, pasi vin moshën 6-7 vjeçare,
unë mendoj që edhe në këtë pikë ne nuk jemi shumë të mirë informuar, por ka shumë aplikacione të cilat e ndihmojnë prindin që t'i limitoj gjërat që fëmia do shoh, sa orë do kaloj, e të tjera, e të tjera. Pra, me një limitues të tillë, për shembull, është një program QStudio, i cili funksionon shumë mirë, ka një pagesë vjetore 20 a 30.000 lekë të vjetra, por që funksionon shumë mirë për sa i përket menaxhimit të hapësirës në internet të fëmijës dhe patjetër që fëmia duhet ta ketë kontrolluar edhe çfarë sheh. Sidomos në këtë moshë nga 6 deri në 11 vjeç, programet si Robloxi janë tej mase shumë problematik dhe këto probleme ne i hasim edhe në shkollë. Pra ajo që ndodh në të vërtet aty më pas atë Robloxi mundson fëmijëve që të kenë edhe opsionin e chatit dhe aty luajnë edhe në grup, ai që performon në keq në të shumtën e rasteve neve na ka ndodhur që ofendohet, që shahet e të tjera, dhe ato ofendime fëmijët sapo vinë në shkollë e nisin menjëherë nga aty ku e kanë lënë ndërkohë që kanë qenë duke u shkruar. Dhe 6 deri në adoleshencë ka pikërisht këtë vështirësi. Ndërkohë, pas adoleshencës, patjetër që fillon edhe ti lë hapësirë dhe fillon edhe pra nuk mund të jesh më aq strikt përse sepse ajo është mosha ku fëmia atë që pra është mosha ku ti fillon të tërheq pe dhe bëhesh pak më i moderuar në prindërim, duke filluar të japësh pak më shumë besim fëmijës. Për këtë arsye, patjetër që kontrolli aty është edhe pak më i moderuar dhe fokusohesh që fëmia të ketë një më tepër ta përdor atë për të shkruar, për të marrë lajme, për të informuar, sesa për të kaluar kohë gjatë scrolling. Kështu që këto 3 faza të ndryshme, patjetër që mund të flitet më gjatë me fjalë në lidhje me këto dhe pasojat që kanë, por këto janë ato pikat kyçe që prindi mund të ketë parasysh. Pra duke nisë nga 0.5, pas moshës 2 ose 3 vjeçare dal fillon edhe lëshon pe. Përse, sepse duhet kujdeset edhe për mirëqenien e vet. Në 6 deri në 11 patjetër që këtu fillojnë edhe ato sfidat më kryesore në lidhje me internetin dhe këtu ka nevojë për një kontroll, përse sepse dal nga dal ky fëmijë do futet në moshën, sidomos 11 vjeçar është ajo që ndikimi i nënës dhe i babait nuk është më, pra largohet dhe fillon dhe ndikimi i shoqërisë ai që prevalon, duke qenë në këtë aspekt kemi nevojë për një kontroll dhe për një futje në shina të fëmijës, që fëmia të kuptojë që shikoj se, okay, po unë jam prindi, unë jam përgjegjësi për sjelljet e tua dhe për veprimet e tua, dhe kjo është ajo që unë kam vendosur për ty, sepse unë mendoj që kjo është ajo e cila është më e shëndetshme. Patjetër që këtu ka dhe shumë sfida, për shembull, të gjithë shokët e mi kanë e të tjera, po unë jam mërzitur, nuk di çfarë të bëj. Patjetër që këtu ka nevojë dhe për sidomos 6 deri në 11 ka nevojë për një orar më të strukturuar i cili është i dakordsuar midis dy prindërve. Pak të dy prindrit ulen, bëjnë një bisedë me fëmijën dhe i thonë që ne kemi vendosur që ti do përdorësh internetin kaq edhe aq, pra as pak as shumë, por aq sa ne shkojmë të arsyeshme për ty. Dhe adoleshenca patjetër që është një periudhë më vete. Në kulturën shqiptare shpesh prindrit janë shumë mbrojtës ose kontrollues. A mund të pengoj... dëgjojmi? Po. Në kulturën shqiptare shpesh prindrit janë shumë mbrojtës apo kontrollues, le themi. A mund të pengoj kjo zhvillimin e pavarësisë dhe vetbesimit tek fëmijët? Patjetër. Pra, disa gjëra duhet të kenë parasysh. Personi i cili i tregohet besim formon vetbesimin. Personi i cili respekton veten, respekton të tjerët. Pra, kjo në këtë formë shkon. Dhe në momentin që ti synon që të bësh çdo gjë për fëmijën, atëherë kjo me kalimin e kohës ti nuk pra 0 deri në 5 vjeç janë disa gjëra shumë të rëndësishme që fëmia duhet që t'i zhvillojë me patjetër. Është socializimi, pra të di ky fëmijë të bëj shok. Pra shokët apo ja kontrollon ti, apo fëmia tashmë ka arritur që të
socializohet dhe kur shkon në park fillon pyet dikë për emrin, si e ke emrin, a do të luajmë bashkë e të tjerë e të tjerë. Po ashtu prindi edhe mëson fëmijën kur dikush tjetër i thot jo. Pra, fëmia që ai pyet thot a do të luajmë bashkë? Jo, i thot fëmia tjetër, atëherë çfarë bën fëmia yt? A fillon edhe qan më një herë e të tjerë, apo aty prindi dhe fillon edhe i mëson po, është vërtet disa jo të gjithë personat kanë për të dashur që të luajnë me ty. Atëherë çfarë bëjmë ne kur dikush na thot jo? Okej, vazhdojmë lojën tonë, mund të bish të më thuash mua, mund të kërkosh një shok ose shoqe tjetër e të tjera. Dhe aty fillon pra 0 deri në 5, kjo është një ndër gjërat që duhet të ketë fëmia një ndër cilësitë kryesore. E dyta, të shpreh ndjenjat e veta. Pra 0 deri në 5 vjeç është pikërisht ajo mosha kur fëmia duhet që me do e mos të ditë thojë që jam i mërzitur, jam i nxehur, jam i lumtur, jam i qetë, jam i zhgënjur e të tjera. Dhe kjo është një ndër mungesat më themelore që kemi ne sot si shoqëri, sepse kur nuk formohet nga 0 deri në 5 vjeç, për fat keq ajo vazhdon në të njëjtën mënyrë të paformuar. Dhe pjesa e fundit është pjesa e përgjegjësisë. Pra duke i nisur me detyra të vogla, kur fëmia fillon edhe mësohet që shiko se unë jam përgjegjës për veprimet e mia, dhe këtë përgjegjësi ai fillon edhe e merr në familje, si duke u nisur me gjëra shumë të vogla dhe shumë themeltare, për shembull merr gotën e vet, e mbush vet, fillon edhe kujdeset për veten, vishet vet e të tjera dhe prindi fillon edhe e lejon. Në këtë formë fillon edhe formohet dhe vetbesimi tek fëmia. Në momentin që ai fëmijë bie, rrëzohet e të tjera, thjesht mënyra se si reagon prindi në atë moment ka për të dhënë theksin që ky fëmijë pra a do si thuash a do llastohet, pra a do lër ky fëmijë, a është gati prindi që ta lër fëmijën që të gabojë? Përse? Sepse duke gabuar ai do nis të mësoj shkak pasoja dhe shkak pasoja ne e dim që është mjeti kryesor i cili rrit inteligjencën emocionale tek fëmijët. Është mjeti kryesor i cili e mëson fëmijën që shiko se unë tashmë më duhet ta bëj vetë këtë dhe kjo është përgjegjësia ime. Pra unë dal nga dal fillon edhe mëson që jam përgjegjës për veprimet e mia. Dhe një fëmijë i cili është përgjegjës për veprimet e veta, atëherë patjetër që ky fëmijë është i gatshëm që të ketë vetbesim. Përse? Sepse thotë që kjo gjë nuk ka për të ndodhur vetë, pra unë s'kam dikë që ta bëj vetë këtë, që ta bëj për mua. Pra jam unë ai i cili jam që më duhet të marr përgjegjësinë dhe ta bëj këtë veprim, duke nisur nga detyrat e të tjera. Po në kuadrin shkollor hasim shumë vështirësi te kjo pikë. Përse? Sepse kemi fëmijë të cilët problemet kryesore të fëmijëve janë të atyre nxënësve të cilët nuk janë të gatshëm të marrin përgjegjësi për veprimet e veta. Pra veprojnë në mënyrë instinktive, nuk njohin si thuash llogarinë, kërkesën e llogarisë, nuk njohin autoritet dhe pikërisht kjo mosnjohja e autoritetit, sidomos ndaj mësuesve, personave më të rritur, të cilët mund të jenë në shkollë, në shtëpi e të tjera, kjo pastaj sjell dhe problemet e veta, qoftë të disiplinës, qoftë dhe pikërisht kjo është ajo një ndër pikat që shoqëria ose prindi sot mund dhe duhet të bëj pak më tepër në këndvështrimin tim. Zotja Ajdini, cilat janë disa nga gabimet më të zakonshme që bëjnë prindërit shqiptar në mënyrën se si komunikojnë me fëmijët e tyre? Kjo pyetje e vështirë, disa nga nuk di të them, disa, me thënë të drejtën, sepse unë nuk është se jam, por janë pak a shumë, pra unë mendoj që prindi në radhë të parë duhet të investoj pak tek vetja. Në çfarë sens? Në sensin që ne fëmijët do marrin atë të cilët ne shohin tek ne. Pra si thua, ne jemi heronjtë e atyre, të paktën deri në moshën 11 ose 12 vjeçare. Sidomos 0 deri në 5 vjeç është nëna e cila është ajo heroina për çdo fëmijë, pastaj roli i nënës pas moshës 5 vjeçare, ndikimi i saj fillon edhe bie pak dhe figura atërore është ajo e cila del pak më tepër në pah.
për këtë arsye, nga 0 deri në 5 vjeç, nëna është ajo figurë e cila me qetësinë e saj, me maturinë e saj, fillon dhe i mëson fëmijëve dal nga dal vetë kontrollin. Përse e them nëna, sepse ne studimet na tregojnë që në 70% të rasteve ky fëmijë ndikohet nga nëna 0 deri në 5 vjeç, më pas 20% nga babai dhe 10% nga ambienti përreth. Por në moshën 6 vjeçare, ajo që ne vëmë re është që figura e babait, ndikimi i babait rritet me 40% dhe i nënës shkon mbase në 30%. Dhe figura e babait, pra figura atërore, bëhet ajo e cila është shumë e rëndësishme. Dhe në këtë aspekt unë shikoj që shoqëria jonë është pak larg, pra kjo periudhë përkon pak edhe me kohën kur figura e babait ka më tepër forcë, më tepër mundësi, më tepër dije për të bërë karrierë dhe për të ndihmuar familjen nga ana ekonomike. Dhe kjo neglizhohet pastaj tek fëmia. Dhe unë këtë personalisht e shikoj si një problem të rëndësishëm, do thoja, sepse shoh që baballarët nuk kanë mjaftueshëm kohë për të investuar tek fëmijët e tyre nga mosha 6 deri në 11 vjeç. Dhe unë këtë personalisht e shikoj si mangësi, duke ditur që është një nevojë të mase shumë e madhe për fëmijët. Pastaj është edhe mosnjohja e periudhave të ndryshimit tek fëmia. Për shembull, 0 deri në 5 aty fëmia fillon edhe pëson një ndryshim. Sidomos ndryshimet pastaj përpara adoleshencës janë ato të cilat pranohen me më pak, pranohen me më shumë vështirësi nga prindit. Përse? Sepse ky fëmijë po hyn në adoleshencë, por prindi akoma e shikon si të voglin dhe si fëmijën e tij. Dhe ky tranzicion, pra kalimi në pranim që shikon se fëmia im tashmë është rritur, di më shumë, kupton më shumë e të tjera dhe trajtimi që i bëhet fëmijës, të paktën shumë nxënës ose fëmijë sot ankohen tek ne me idenë që shikoj se prindi im nuk më kupton, prindi im akoma mendon që unë jam i vogël e të tjera. Pra ankesat që na vijnë nga nxënësit janë të këtij tipi, ose ankohen për shembull që unë jam akoma fëmijë vetëm, duhet kujdesem edhe për vllajën edhe për motrën. Pra kam përgjegjësi më të mëdha mbi supe nga unë që mund të mbaj. Nga ana tjetër është edhe vështirësia e balancimit kur një fëmijë i dytë ose i tretë vjen në jetë dhe është ajo periudha kur fëmijët e mëdhenj kërkohet të marrin më shumë përgjegjësi, ndërkohë që janë edhe fëmijë vet akoma. Këtë mund të përmend, por ajo që unë e citoj shpesh është që prindit paktën duhet të ketë një investim tek vetja e vet, që do të thotë të ulet dhe të lexoj vallë si mund ta përmirësoj unë prindërimin tim. Dhe ne jemi larguar shumë nga kjo dhe unë kjo është ajo pikë në të cilën duhet të vë theksin më tepër. Në shumë familje shqiptare ende përdoret ndëshkimi si metodë edukimi. Çfarë pasojash psikologjike mund të ketë kjo tek fëmijët? Ndëshkimi, nëse një fëmijë duhet të ketë frikë me do mos nga diçka, ai duhet të ketë frikë nga humbja e mëshirës së prindit vet. Pra, nëse me patjetër duhet që ne ta friksojmë fëmijën me diçka, atëherë ta di që shiko se kjo gjë më mërzit e të tjera. Por përsa i përket asaj fizike, unë besoj që nuk ka një diçka pozitive në të. Të paktën përsa i përket moshës 0 deri në 10-11 vjeç, pra nuk ka një, si thuash, një rol e cila edukon. Pra ti çfarë po do që të edukosh me dhunën fizike të fëmia jote. Pra çfarë mendon ti se edukove? Përkundrazi, nuk janë fare të pakta rastet kur kjo kthehet mbrapsht në një bumerang. Çfarë do të thotë kjo? Fëmia arrin deri në atë pikë saqë thotë që pra
fëmia bën një diçka, kjo diçka që bën fëmia nxit një reagim tek prindi dhe reagimi i prindit kthehet në dhunë fizike. Atëherë automatikisht prindi në momentin që kalon dhunë fizike, me kalimin e kohës fëmia arrin me një pikë të tillë saqë thot ato më gjush thot më gjuj, kënaqu edhe ti thot, mbare punën edhe unë thot edhe të vazhdojmë jetën. Pra, ka nga ata fëmijë të cilët arrin deri në këtë pikë për sa i përket dhunës. Pastaj është mesazhi që ne japim, sidomos nëse fëmia është 0 deri në 5 vjeç, ai është thjesht në fazë imituese. Duke qenë që është ende në fazë imituese, patjetër që kjo nuk është duke mësuar vetëm se dhunën fizike. Pra, në këtë moshë dhuna fizike mëson vetëm dhunën fizike. Dhe ky fëmijë këtë që po përjeton dhe po mëson dhe po sheh këtu, duke qenë që është në fazë imituese, pra do e marrë dhe do e çojë diku tjetër. Në momentin që kjo vazhdon pas moshës 6 deri në 10 vjeçare, atëherë patjetër që këtu arsyet mund të jenë nga më të ndryshme. Fëmia mund të izolohet ose në të kundërt mund të bëhet vetë shumë problematik dhe ne këtë e shohim dhe në rastet e shkollës, fillojnë pasaj sjellje devijuese. Ky është vërtet një diçka, unë dua të mendoj që shoqëria jonë nuk është në pikën që po kthen në këtë aspekt dhe nuk po e përdor më dhunën si metodë edukimi, sepse nuk edukon normalisht, por që shpresoj, kam përshtypjen që duhet bëjmë akoma më tepër, duhet bëjmë më mirë në këtë aspekt, për sa i përket dhunës në familje ose asaj fizike ndaj fëmijëve, sepse nuk është as pak mjet edukimi. Pra, nuk po edukojmë. Përkundrazi, ka raste, nuk janë të pakta dhe rastet kur prindi vet bëhet në mënyrë të pakuptueshme i varur ndaj dhunës së fëmijës. Pra, e shikon atë si po shkoj në shtëpi dhe po çliroj nervat e ditës që kam. Për fat keq edhe këto raste nuk janë të pakta. A drejtohen prindërit te psikologu për fëmijët e tyre në cilat raste kërkojnë ndihmë? Rastet mund të them që janë të shumta, duke nisë nga sjellje devijuese ose sidomos për sa i përket mangësive ose problemeve që fëmia mund të hasë në shkollë, por që unë shoh që ka një trend në rritje për forcimin e rolit të psikologut, qoftë në shkolla, qoftë në përditshmëri. Pra, psikologu është, si thosh, ka një rol më të specifikuar tashmë në shoqëri, nëse para 5 ose 10 vitesh ky rol mungonte dhe nuk ishte. Kam përshtypjen që sot ky rol është bërë më, pra ka një rol më të dalluar në shoqërinë e kohës sot. Unë personalisht në eksperiencat që kam pas është që tek faqja te cila unë dua dhe përpiqem që të jap këshilla për lehtësimin e prindërimit, psikologjia e fëmijës, e cila është online, marr mesazhe ditore të rregullta për sjellje të ndryshme të tjera, të cilat mund të kenë vështirësi prindit me fëmijët, dhe kjo më tregon që po prindi i sotëm e ka problem këtë gjë. Pra, e ka në rendin e ditës çfarë do bëjmë me fëmijën, çfarë rrjedhë do marrë ky fëmijë im, apo edukoj në mënyrën e duhur, dhe drejtohen tek psikologu dhe unë këtë gjë e shoh pozitive. Nga ana tjetër ka dhe nga ata prindër të cilët e shikojnë si, pra edhe për një gjë të vogël interesohen dhe thonë, sikur të bëj një bisedë me psikologun, dhe kjo kam përshtypjen që është pozitive. Nga ana tjetër, nuk duhet ta bëjmë këtë situatë të varur tek psikologu. Çfarë do të thotë? Sikurse e thash, deri në moshën 10 vjeçare është prindi ai i cili është roli kryesor në jetën e fëmijës dhe është heroi i këtyre fëmijëve, 10, 11, 12 varet. Më pas, duke qenë që shoqëria merr një rol më themeltar, më vendimtar në jetën e këtyre fëmijëve, atëherë ky rol patjetër që
duhet edhe psikologu të përdoret pikërisht në këtë formë. Pra, një fëmijë i cili nuk ka një diagnozë specifike në moshën 4-5 vjeçare, unë nuk e shoh të arsyeshme përse ky fëmijë duhet të marr duhet bëj seanca me psikologun. Pra, nëse e theksoj edhe një herë, nëse nuk ka një diagnozë, nëse nuk ka një problem të zhvillimit e të tjera. Nëse është thjesht çështje menaxhimi, atëherë prindi është ai i cili duhet me do e mos që të fillojë dhe të kujdeset ose të shohë se çfarë mund të bëjë më mirë në prindërimin e tij pikërisht në këtë moshë. Por sikurse thash, roli i psikologut është ka filluar që të jetë i rëndësishëm edhe prindit e shikojnë rëndësinë e këtij dhe interaktojnë më shpesh, madje ka nga ata të cilët e shikojnë luks që fëmia i vet të marrë një seancë, të zhvillojë një bisedë me psikologun, qoftë psikolog shkollor ose jashtë shkollë. Zotë Hajdini, shumë faleminderit për intervistën. Të lutem, faleminderit juve.